Po se janë krim ato. Bank ju... Se janë krim, ato kanë aktivitet të lirë, ekonomi tregu, liri. Se janë krim ato, cili ligj kanë shkel. Shiko, modeli e në ekonomi ka qenë ndryshe, vetëm këtë gjëndu të temë. Po këto lëvizjet e shpeta të ministrave, nga njëra ministrë... Po këtë do thojë... Karrigen, byp ande, byp këtej, sikur i njojnë gjithë ministrit, për së bari, do më thënë, ta janë punëtorët më të zelëshëm që ti t'i bëjnë të gjithë ministrit, ti t'i drejtojnë të gjithë ministrit, i edhe nga mbrojtja... Ne kemi dhe problemin tjetër, e keni gabim, ne kemi dhe problemin tjetër që kemi dhe për institucionet shtetërore, dhe këtë ta them nga një eksperiencë gjatë, një grup njerëzisht të cilët rrinë aty, gati si parazit dhe nuk i ndronë dot, me zi i heqë dot, sepse pastaj fullën procese gjyqësore e të mërapë. Se më pak, dhe bëjmë vetëm pak punë. Pak roga ka paguar shteti për heqje të pavarur. Po pikërisht, dhe ke shumë, po pse atëherë kemi produktivitetin më të ulët dhe në administratë publike? Në qoftë se që e kanë kaq të mirë. Sepse janë pa, është politizuar pa punë. Kush është politizuar? Shkojnë, dëgjo, ose fa, të ta jap një shembull konkret në Ministritë Financave, ishte një dosje kaq. Edhe i thot drejtoresha, i thot vajza, sa kishte filluar punë, e mbaroi dosjen brenda ditës, i tha, ta kam dhënë për gjithë muajin, tha. Jo të mbarosh brenda ditës, ke punë për të marrë gjithë muajin, e kupton që është të qelbet këmba tjetër, kur e tjetër. Po flasim gjithë një gjë, performanca, pra. Më falë, pëse të fola për pasionin? Jo, unë se kam pranuar kur punojnë administratë. Një minutë. Kam pas oferta, më zhdukur puna më parazitare. Se të fola, po. Ne na mungon dashuria për vendin tonë. Që të punosh me pasion, do të duhesh vendin të jesh në administratë. Do pranosh presionin. Të vjen ministri thotë, bëj kështu si them unë. Kam qenë vetë, i kam thënë jo, s'bëhet. Pse s'bëhet? 1, 2, 3, 4, 5. Atëherë, pse nuk ndodh kjo shpesh? Edhe dëgjon që tendera që bëhen gabim, ka kaluar në dorë të juristit, ka kaluar në dorë të shefit sektorit, ka kaluar në dorë të drejtorit. Si kalojnë të gjitha këto dhe asnjëri nuk thotë jo. Po flas për gjëra flagrante, nuk po flas për gjërat që nuk janë flagrante, se ka dhe punë, nuk duhet nxirrësh çdo gjë. Po problemi është, nëse ti s'do vendin tënd, këtu mungon dashuria. S'mendoj që është ky elementi. Idealizmi është ky. Nëse ti, italiani, edhe sot, po ta shikosh, punon për vendin e vet, thotë jam italian, edhe punon edhe në administratë dhe kudo. Francezi po ashtu. Ti nuk ke identitet, më fal, ti nuk ke identitet kombëtar. Kuptoj mirë këtë që po të them, se s'po bëj hartim. Po nuk patë dashuri për vendin tënd, nuk bën dot asgjë. Kjo mungon. Kjo mungon, më fal, kjo mungon në media. Më falë, kjo mungon në media, ku i bëhet fresk oligarkëve, kjo mungon në media, që i bëhet fresk oligarkëve dhe politikanëve të lartë. Kjo mungon edhe në ekonomi. A kanë dalë politikanët dhe kanë thënë, ne kemi partinë, pasaj kemi Shqipërinë? E kanë thënë vetë? A ke votuar ti politikanë, apo jo? Pore, nuk kanë frikë nga ligji, sepse mbrojtjen e kanë tjetër kund, futen në punë. Jo, së të vërtet fare. Po dhe ligji më i fortë se sot s'ka qenë erë. E ruan pushtetari aty, i thot, mos qa kokë për mos ti. Ata pak që kanë rezistuar ke pas doreqe që ikni nga administrata se refuzoni, se kishin integritetin e njiftin ligjin mjaftueshëm për të. Jo, nuk refuzoni na integriteti ata. Fare, qa integriteti më? E ke parasysh hellin e mishin e qëngjit? Duhet jesh mjaftueshëm i mençur për të kuptuar frikën më. Po, jam e ty. Ornella ka një të drejtë, pushtet për krim.